Përshëndetje të gjithëve. Dua t'ju tregoj 10 arsye pse duhet ta bëni ujin me trëndafil. Si fillim mund ta përdorni në kujdesin e fytyrës, duke qenë që ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, mund t'ju ndihmojë me problemet që mund të keni me lëkurë, me psoriazën, dermatitin, por edhe me aknet. Një arsye tjetër është që ndihmon në balancimin e ngjyrës së lëkurës, kështu që mund ta përdorni për njollat e mbetura nga aknet ose nga njollat e shkaktuara nga dielli. Mund ta përdorni si tonik për fytyrën, pasi keni bërë pastrimin e fytyrës me xhelin Larës. Toniku shërben për të larguar ato papastërtitë të cilat kanë shpëtuar nga xheli Larës dhe uji me trëndafil do të ishte diçka shumë e mirë. Një arsye tjetër është ta përdorni si fiksues e make-upit. Pasi keni vënë make-upin, mund ta përdorni si fiksues dhe kështu make-upi do të qëndrojë edhe për më shumë orë. Mund ta përdorni edhe për të pastruar make-upin. Pasi keni bërë pastrimin e fytyrës me vaj ose me qumshtin Larës, mund të përdorni edhe ujin e trëndafilit për të pastruar ato pjesë të make-upit të cilat kanë mbetur në fytyrë. Mund ta përdorni nëpër maska fytyre. Një ide që mund t'ju jap është ta përdorni në maskën me argjil jeshile. Në vend të ujit të zakonshëm, mund të vendosni ujin me trëndafil. Një arsye tjetër është tek plagët, te çarat e lëkurës ose dhe djegje, po të aplikoni ujë trëndafili dhe rigjenerimi i lëkurës do të jetë më i shpejtë. Mund ta përdorni në kujdesin e flokëve, pasi duke spërcuar skalpin e kokës, por edhe në të gjithë gjatësinë e flokëve me ujë trëndafili, jo vetëm që do stimuloni daljen e flokëve të rinj, por edhe flokët do të rriten më shpejt. Ose mund ta hidhni edhe tek shampuja që përdorni për përdorim të përditshëm të flokëve, pasi do të ndihmojë shumë në zbutin e tyre, por do t'i japin flokëve edhe shumë shkëlqim. Një arsye tjetër është ta përdorni si freskues për trupin. Mund ta lini pak në frigorifer ose ku të dëshironi dhe mund ta mbani në çantë për çdo ditë dhe të lyeni trupin me ta.